Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, jemi duke jetuar në hijen e ajeteve të surës Furqan, ku Allahu Azza wa Jall i tregoi disa cilësi që ata janë modest, ata janë të sjellshëm në mesin e njerëzve, ata janë që adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe ndojnë kohë për të adhuruar Allahun Subhanahu wa Taala. I përshkujti këta njerëz që këta jetojnë mes frikës dhe shpresës dhe shpresojnë në mëshirën e Allahut dhe kanë frikë nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe më vijim Allahu Azza wa Jall në ajet na thot: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun." Thot Allahu Azza wa Jall prej cilësive të këtyre burrave, njëra prej saj thot: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Ata nuk adhurojnë as një rival, as një zot tjetër dhe as që lutin as kënd tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Dhe ata nuk mbitin njeri, nuk derdhin gjak, nuk marrin shpirt, vetëm sa ajo e cila është me të drejtë që e ka lejuar Allahu Azza wa Jall. Wala yaznun, e as që bëjnë imoralitet. Këta i ka cek në këtë ajet, i ka cek 3 elemente, e cila elementi i parë është tauhidi, njëshmëria e Allahut Azza wa Jall. Pse vëllezër të nderuar? Sepse tauhidi, njëshmëria e Allahut Azza wa Jall është gjëja më e shtrenjtë në rruzllin toksor. Është palca e adhurimit. Allahu Azza wa Jall për këtë tauhid i ka dërguar 124.000 pejgamber, ka zbrit librat qiellore, i ka detyruar pejgamber të Allahut të i thrasin popullin e tij, si shembulli Nuhit a.s. 950 vite janë munduar, janë torturuar për ta ngritur fjalën e Allahut, e cila është tauhidi, fjala më e bukur, fjala më e lartë, palca e Islamit, palca e imanit, palca e besimit, është tauhidi, e cila është la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E Allahu Azza wa Jall në këtë ajet po thot: la yad'una ma Allah ilahan akhar. Këta njerëz, këta burra, këta robër të cilët janë të mëshiruesit, këta janë të cilësuar me një cilësi epitet që janë rob të vërtetë të Allahut dhe nuk lusin as këtë tjetër me Allahun Azza wa Jall. Pse vëllezër të nderuar? Sepse gjëja më e shtrenjtë të cilën Allahu Azza wa Jall e ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe të gjithë pejgamberët, dhe e dim fort mirë se Muhamedi alayhi salatu wassalam prej 23 viteve, 13 vitet e para në Mekë i ftoi njerëzit për të adhuruar Allahun Azza wa Jall të vetëm, ku në atë kohë kur u dërgua Muhamedi alayhi salatu wassalam, populli i tij kurejshitët ishin në adhurimin e shirkut. Ata i kishin përmbushur Qabën me 360 idhuj ku i adhuronin, kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam për ta pastruar besimin, për ta pastruar mendjen, për ta pastruar shpirtin, për ta pastruar imanin, besimin e kulluar të pastër në tauhidin, njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." E cila e para gjë që Allahu Azza wa Jall i dërgoi pejgamber të Allahut është që t'i ftojnë në njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall dhe t'i largohen tagutit, e cila çdo gjë që adhurohet përpos Allahut Azza wa Jall. Në këtë vëllezër të nderuar, çka kuptojmë nga ky ajet? Kuptojmë një gjë, një thelb shumë të rëndësishëm, sepse ai i cili e ka këtë element e ka të garantum vetin e tij se do t'jetë banori i xhenetit, se nuk do t'jetë përgjithmonë në xhenem. Tauhidi, njëshmëria Allahut, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men qala la ilaha illa Allah", kush thot la ilaha illa Allah, yabtaghi biha wajha Allah, e ka për hir të Allahut, ai njeri do të mbrohet nga zjarmi i xhenemit, nuk do t'jetë nga banorët e xhenemit. Dhe kjo është një fitore e madhe. E dietarët e kanë ndarë në 3 lloje ku Zoti e përshkruan në vende të ndryshme në librin e tij në Kur'an, ku cilësia e parë është njëshmëria në krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall, që besimtari të beson se krijimi i qiellit, i tokës, lëvizja e yjeve, lëvizja e hanës dhe diellit, ndryshimi i natës dhe i ditës, shiu, dielli, bora, të gjitha janë këta
nga krimtaria Allahu dhe Allahu Azza wa Jall është stigmatizuesi, është rregulluesi i të gjithë këtij kosmosit dhe se i vetmi krijues është Allahu Azza wa Jall. Dhe këtë lloj të besimit të tauhidit e kanë pasur të gjithë njerëzit, vetëm se një pakicë e vogël e cila ka qenë nga kibri, si përshkuet nga Firauni dhe Nemruti, të cilët e kanë mohuar ekzistencën e Zotit dhe kanë thonë ana rabbukumul a'la, ka thonë unë jam Zoti juaj më i lartë, e pastaj vjen në det dhe pastaj fundoset dhe në atë moment e nxjerr atë të cilën e ka fshehur në zemrën e tij, thot e besova Zotin e Benu Israilve, Zotin e Musaut dhe Harunit. Pse? Sepse edhe ateisti i cili është sot nuk besojnë Zot, nëse hip në aeroplan, edhe nëse e marrin ato fortunat e aeroplanit, ato turbulencat e mdhoja, do ta shoh se do ta përmend Zotin, sepse nuk ka njeri i cili në zemrën e tij nuk e ka në thellësitë e saj besimin se ekziston një Zot krijues i universit, i cili të gjithë planetat që lundrojnë në kosmos janë në kompetencat e tij, ai është Rabbul Alemini, Zoti i gjithësi, Zoti i gjithë botrave. Pra Allahu Azza wa Jall. Dhe këtë cilësi apo këtë lloj të njohshmërisë e kanë pas dhe mushrikët e Mekës, mirë po nuk ju ka bë dobi kjo. Allahu Azza wa Jall thot: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah." Nëse do t'i kishte pyetur ti mushrikët e Mekës, kush e krijoi qiellin dhe tokën, ata do të thonë e krijoi Allahu Azza wa Jall. Mirë po megjithatë e kishin një defekt tjetër, ato e besojshin Allahun Azza wa Jall, mirë po i adhuroshin dhe idhuj tjerë, e kur i pyetshin ata pse po i adhuroni këta idhuj, këta gur, e këta dru, kurse ju me dini dhe besojni se është një krijues, than liu karribune ila Allahi zulfe, ne adhurojmë ato dhe bëjnë adhurime ative idhujve dhe lutemi që të na shkon lutja jon tek Allahu, sepse nejna mëkatar dhe gjunafçar dhe se lutjet tona, adhurimet tona direkt me Zotin nuk arritin, e ne marmin ndërmjetësues, marmin ndërmjetësues zotrat idhujt që të na shkon adhurimi tek Allahu Azza wa Jall. Për fat të keq që ki lloj i shirkut, që për këtë lloj të shirkut, Allahu Azza wa Jall i dërgoi pejgamberët dhe e dërgoi Muhamedit alayhi salatu wasalam për t'i nxjerrë nga kjo errësira në dritë. Sot kemi dhe besimtar musliman që kur ti thuish a je musliman, thot jam musliman, çka do të thot shahadeti, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, s'ka zot tjetër pos Allah dhe Muhamedi është i robi dërguar i tij. S'ka zot të adhuruar përpos Allahut me të vërtet. E njerëzit sot thot jam musliman, kur e kap një fatkeqësi, një telashe, shkon ndoshta tek xhinxhit dhe kërkon prej tyre, prej shejtanave ndihmë. Kur e ka ndonjë telash ose nuk ka fëmijë, ka prej tyre që thojt shko te filan teqja, shko tek filan vori, është ati vurosën një vlija i madh, ka qenë ai njeri mirë i devotshëm, ju ka pranu lutja, shko tek vori i tij kalli do qira. Shko tek vori i tij banje prej një puj, bane një gjo, pse? Se ai ka mundësi ti me të gëzu me fëmijë. Nëse e ke fëmijën e smut, shko merre një majic, fërkoje për vorin e filonit, për teqen e filonit dhe veshja fëmijës tënd, ki me pas e fëmija jot ka mu shëru. Kush është ai që shëron? Kush është ai që smur? Kush është ai që jep jetë? Kush është ai që merr jetën dhe jep vdekjen? Është Allahu Azza wa Jall. Çdo send është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. E këtë lloj të shirkut në situatat vështira janë kthi ka pak mushrikët. Thot Allahu Azza wa Jall, kur kanë hip ato në anije dhe i ka marrë valët e detit, daullahe mukhlisina lahu ddin, ata e kanë lut Allahun sinqerisht, se e kanë ditë në asaj situata, nëse atë aninë e madhe e marrin valët e detit, nuk kanë mundësi ata idhujt të vinë dhe të shpëtojnë, e kanë lut direkt Allahun. E Allahu Azza wa Jall kur e kanë lut direkt Allahun, Allahu ja u ka pranu atyre lutjen.
dhe i ka shpëtuar nga fatkeqësia e anijës, i ka nxjerrë një thatësi. Fa idha najjahum ila al-barri idha hum yushrikun, thot Allahu azza wa jall, kur ne i shpëtuam ata dhe i siguruam në thatësirë, ata përsëri u kthyen në rivalet e tyre në shirkun e tyre. E sot besimtarët musliman edhe ndonjëherë kur janë në fatkeqësi, shkojnë tek një filan i cili është evlia dhe sidomos është e përhapur tek fraksioni i shiave dhe tek fraksioni i sufive dërvishve, që të gjithë adhurimet i kanë teqe edhe i kanë në për vareza e nuk janë në për xhamia. Thu se ato kanë mja ndryshu jetën. A ki nevoj për të martu, shko të filan evliaja të pranohet lutja. A ki diçka për rësk, shko të filan teqja, ati ka mundësimet ndihmu. Gruaja jote o sterile nuk mbet shtatzone, shko të filan vori, lute filan evliajën, shko bani do lutje, bani do ibadete, kalli do qira, merreni peshkir, fërkoje për ata, fërkoja barkin, edhe ka me mbet shtatzone. Këto janë shirk o vllajzor. Aq Allahu azza wa jall e kot uretur shirkun, sa që jo vetëm se besimtari, po edhe nëse pejgamber të Allahut, ja u ka tërheq vërejtjen popullit, ka dashur të tregon një besimtar, nëse dhe pejgamberi Allahut e ban një gjë të tillë, Allah do t'ja asgjëson veprat. Allahu azza wa jall çka i drejtohet Muhamedit alayhis salatu wassalam thot: "Wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." O ti Muhammed, me gjithë autoritetin që e ke, me gjithë afërsinë që e ke te Zoti, nëse ti i ban rival, i ban shirk Allahut në adhurim, adhuron dikë tjetër përpas Allahut, e lut dikë tjetër përpas Allahut, do t'i asgjëson Allahu azza wa jall veprat e tuaja. E kjo do të me pas kujdes. E Allahu azza wa jall çka po thot? "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Ata kur duan të lutën, ata kur duan që të kërkojnë diçka, ata i drejtohen me lutje vetëm Allahut. Robrit e mëshiruesit janë të pastër në akiden e tyre, janë të pastër në tauhidin e tyre, janë të pastër në njëshmërinë e Allahut. Ata e njësojnë Allahun dhe ata i lutën vetëm Allahut dhe ata e njësojnë Allahun në lutje, e cila Allahu azza wa jall i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe të gjithë librat qiellor ka qenë en ya'budullah, për ta adhuru Allahun të vetëm pa shoq. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, e cila është tauhidi al-uluhiyya, njëshmëria, njësimi i Allahut azza wa jall në adhurim. Dhe për këta ka shumë argumente, ka shumë ajete dhe shumë hadithe që nxit për vlerën e madhe që çdo besimtar e ka obligim ta din shahadetin, ta din kuptimin e shahadetit, ta din tauhidin, njëshmërinë e Allahut, ta din akiden e tij, se me këtë mvaret lumturia e këtij në këtë botë, lumturia e njeriut në botën tjetër, shpëtimi i tij nga zjarmi i xhenemit dhe garanca e tij që do të jetë për gjithmonë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Ajo është tauhidi, njëshmëria e Allahut azza wa jall, që na mëson Allahu azza wa jall që të kemi këtë cilësi nga cilësitë e robërve të mëshiruesit, që kur ta adhurojmë Allahun, ta adhurojmë atë të vetëm, dhe kur të kërkojmë vetëm se nga Allahu azza wa jall, dhe kur të lutemi vetëm Allahu subhanahu wa taala, kur të nënshtrohemi vetëm Allahut azza wa jall, as kuj tjetër pos Allahut, sa Allahu është krijuesi, stigmatizuesi, rregulluesi, që të gjithë krijesat kanë nevojë për adhurimin ndaj tij, dhe ai është i cili i të gjithë njerëzive i furnizon, të gjithë njerëzit ju jep jetë, njerëzive ja u cakton vdekjen, sëmurjen, shërimin, çdo gjë të cilat është në kompetencat në dorën e Allahut azza wa jall. Kjo është tauhid al-uluhiyya, dhe tauhidi tjetër, pjesa e tretë e cila është e kompletuar, është esma wa sifat, të besojmë se Allahu azza wa jall ka emra dhe cilësi, atribute që i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Ai është ndëgjues, edhe ne ndëgjojmë. Mirë po ne ndëgjojmë këtu afër rreth xhamisë, nëse largohemi pak tek të plastikat, apo largohemi në pazar, nuk ndëgjojmë. Allahu azza wa jall është ai i cili na ndëgjon ka qiell, në tokë, çka bëhet, çka peshpëritet, çka folet, mizën e zezë, në terën e zi, në mushkun e natës, në gurin e zi, në thellësinë e tokës, e ndëgjon hecën e saj, peshpëritjen e saj dhe pluri i saj çka i ngritet. Ai shikon, ndëgjon, mirë po
shikimi jonë dhe ndigjimi jonë dhe gjërat e cilat i kemi disa cilësi, i kemi të kufizuar, Allahu Azza wa Jall është ai i cili është absolut, i cili nuk ka kufi në çdo sen, se është Zoti i gjithësi, Zoti i gjithë botrave. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet po na mëson se ky Zot i madh duhet ta mësojmë njohurinë e Allahut dhe ta adhurojmë vetëm ata në situata të mira, në situata të gëzimit, në situata të vështirësisë, e ajo nëse kështu e bën, atëherë ka me ta qetësu zemrën tonë ndos fatkeqësi. A e keni pasë njerëzit janë të ndryshëm, kur dëkan e godet ndonjë e keq apo vdekje, e shet filonin të buzëqeshur, e shet duke thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, të Allahut jemi dhe të Allahut kemi me kthi, e shef se zemrën e tij ka të qetë, pse ki njerë bën kështu? A e keni pa njerëzit që ju vdesin në Palestinë, ju vdesin fëmijët, ju vdesin gratë, ju vdes këtë familja, ai buzëqesh dhe thotë elhamdulillah. Thotë elhamdulillah, falindrimi takon Allahut që mi ka marrë këto, se këto kanë me më shërbi mua ndërmjetësim dhe kanë mu bo sebeb për mu fut në xhenetin e Allahut. E çka e bën këta? E bën tauhidi. E bën besimin, njëshmëria që e din shumë mirë se kush është Zoti Rabbul Alemini. E ai i cili e ka imanin e dobët, çka thot? O Zot, kum gjetve bashkë mua. A veç mua, ma more fëmijën, ma more qikën, ma more gjallin, ma more vllajin, ma more migjën, ma more gruin, së mlaj kur gjon, dukujna si ki marë kur gjon. A ti ka me të pytë Allahu Azza wa Jall se kanë ka me marë dhe kanë me elon. E këtu ku del? Del luatshmëria e jonë besim të uhid. Shpesh të nejra besimtar o hoqë. S'ka nevojë me na tregu kush është Allahu. Ne e besojnë të gjithë Allahun. Ne kemi ardhur në xhami këtu me adhuru Allahun. Mirë po, kur na vend ndonjë fatkeqësi, kur na vend disa telashe, fillojmë me pas përkulje. Pse? Se nuk kemi lexu thellësi dhe nuk e kemi besuar thellësisht. Nëse vallahi kishmi besu thellësisht çdo send çka na ndodh neve, nëse kishmi qenë në razillukun e Allahut, kishmi qenë në mbështetjen e Allahut, në razillukun e Allahut, kime pa se punë kanë me hecën shumë më ndryshe. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na forcon imanin në zemrat tona, na i stolis në zemrat tona imanin, na i bën besimtar të sinqert, na bën njerëz të cilët jemi të tauhidit me njëshmëri të pastër, me besim të pastër, që ta kënaqësim Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të jetë razi me neve, na shpërblen këtë botë dhe të reflekton drita e besimit në këtë botë dhe të reflekton drita e besimit në ahiret, në urën e siratit, në xhenetin dhe ku të takojmë Allahun Azza wa Jall. Allahumma amin.